Portonova, plazhi aventurierëve në zonën e Dalanit në Vlorë mirëpret spektaklin e makinave rally. Iniciativë shumë interesante që ndërthur garën, por edhe promovon Vlorën turistike. Organizuar për herë të parë në Vlorë, ky aktivitet sjell garues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, Kroacia, Polonia dhe shumë vende të tjera. Kjo shtun ishte një ditë argëtimi me muzikë dhe DJ, një ditë feste në plazh, por edhe për t'u përgatitur për garën e vërtet që starton të dielën në orën 9 të mëngjesit deri në orën 21 të mbrëmjes, e gjitha një ditë feste e mirëfillt. Me mbështetjen financiare të Birrës Peja, qëllimi i garës është nxitja e sporteve të reja në Shqipëri dhe aktivizimi sa më shumë të rinjve. Qëllimi i kësaj gare është nxitja e sporteve të reja në Shqipëri. Ne jemi era e parë që po zhvillohet si aktivitet në Vlorë dhe ne duam të promovojmë sportet të reja për të rinjt që janë në zhvillim. Dhe duam që të gjithë të mbeten të kënaqur nga ky event, jo vetëm personat që janë të aktivizuar në këto lloj gjëje prej vitesh, por duam edhe njerëz të rinj që janë dashamirës ndaj sporteve. Kjo është një gjë që është era e parë që po organizohet në Vlorë, edhe kemi njerëz të ftuar nga të gjitha rrethet, kemi nga Maqedonia, nga Kroacia, Tetova, Polonia, domethënë është një grumbull i madh njerëzish që janë dashamirës ndaj këtij sporti. Ky është një aktivitet që po zhvillohet herën e parë në Vlorë. Dhe ne donim të promovonim turizmin dhe këto brigje që ne kemi dhe këto dete dhe këto vende fantastike. Ky ishte qëllimi i aktivitetit, pse ne zgjodhëm një nga vendet pothuajse më të bukura në Vlorë, që janë dhe pothuajse të paprekura. Një ndër organizatorët e këtij aktiviteti, Eni Manaj, thotë se spektakli makinave rally është një show njerëzve që kanë investuar në makinat e tyre. Kjo nuk është një pjesë gare, kjo është thjesht një show i njerëzve që kanë investuar në makinat e tyre, që i kanë munduar që t'i përshtasin me pjesën e makinave off-road, dhe kjo është pjesa që makinat janë kush është më e bukura dhe personi që e ka bërë më në mënyrën më të mirë. Janë shumë makina? Janë shumë makina. Janë shumë makina dhe kemi shumë makina që janë këtu, siç e shikoni dhe bregu është pothuajse i mbushur plot, me makina që kanë ardhur nga të gjitha vendet. Do të riktheheni sërish në Vlorë për këtë aktivitet? Në Vlorë do të rikthehemi përsëri në Vlorë. Ky është qëllimi që ne po i kthejmë dhe po i sjellim në Vlorë. Ky si aktivitet ishte për të zhvilluar diku tjetër dhe ne u përpoqim që ta sillim në Vlorë për promovimin e këtyre gjërave. Dhe kjo është pika jonë më e fortë, sepse kanë detin, kanë të tëra gjërat që mund të kenë dhe aktivitete të tjera. Moderatori motosport Erion Xharo thotë se ky aktivitet është shumë i organizuar, ndërsa Vlora është perle bregdetit shqiptar dhe që e promovon më shumë atë. Mbi 80 automjete të regjistruara, ndërsa të dielën synohet spektakli më i bukur i garave me makina. Unë personalisht i njoh djemtë e Vlorës, po bën një gjë fantastike. Në radh parë më pëlqen që e bëjnë të organizuar me lejen e bashkisë, duke respektuar ambientin, do mbarojmë eventin. Të gjithë do ikin të gëzuar në shtëpi, neve do mbledhim plerat edhe do lëmë këtë vend ashtu siç e gjetëm. Vlora është perlë dhe gjithë makinat që kanë ardhur nga Kosova, nga Malizi, nga Maqedonia, ka makina që kanë ardhur nga Çekia, enkas për këtë çmim. Më bëhet shumë qefi, unë bëj shumë evente, moderoj shumë evente të motorsportit, por e mirëprita me kënaqësi më të madhe këtë ftesë nga djemtë e Vlorës. Buzë detit, çdo gjë bëhet më e bukur. Si është parashikuar organizimi i garës? Pra do të jetë më shumë një promovim apo jo sa një garë mirëfillt? Absolutisht neve duam të kombinojmë të dyja. Do të jetë garë mirëfillt, sepse do të kemi komisar, do të kemi kronometër, do të kemi një çmim goxha të mirë financiarisht, vendi i parë. Jam kujdesur personalisht që të bëj pistën sa më impenjative. Pista nuk është për shoferët që ecin shpejt, që thyen makinën, pista është teknike, mund të gabojnë shumë lehtë, kështu që me të vërtet ai që do dali pari do të jetë kombinimi i shoferit perfekt. Ditë ruaj makinën, ditë eci shpejt aty ku duhet dhe ditë frenoj aty ku duhet. Ndërkohë, çmimet e tjera veç vendit parë? Vendi i dytë dhe vendi i tretë. Të gjithë djemtë janë të përgatitur, këtu furistradat kalojnë 10 mijëra euro, janë shumë të përgatitura për këtë terren. Kemi zgjedhur rërën, kemi zgjedhur edhe kodrat, është terreni perfekt. Makina testohet 360 gradë. Ka shumë automjete që
deri tani të regjistruar 80 automjete. Shumica e automjeteve këtu kanë ardhur si turist sepse shohin që gara është impenjative dhe mund të futen në pistë, por rrezikojnë që të shkatrojnë makinën. Pista është me të vërtet sfiduese. Kur do të nis? Nesër në mëngjes, duke filluar nga ora 9, është fundi i regjistrimeve dhe pastaj do të vazhdojmë me kronometër. Shpresoj që kush jetë këtu do të shohë spektaklin më të bukur të garave off-road në Shqipëri. Sa do të zgjas? Nga ora 9 e mëngjesit deri në 9 darkës këtu do jetë fest. Nesër në Dalan, në Zvërnec do jetë fest. Automjetet do të prekin gjithë të zonën apo jo? Pista është e shkurtër, faktikisht neve këtu kemi kombinuar një pistë të mbyllur, sepse ka dhe turist, ka dhe familjar, po në vendet të caktuara këtu do bëhet gara. Ne mund ta bënim garën e gjatë, por faktikisht duam që të respektojmë edhe ata që vinë për pushime. I japim një përparësi edhe spektatorëve. Edhe garuesit shprehin emocionet e tyre. Ambienti është shumë i këndshëm, pjesëmarrja është shumë e madhe. Jemi mbledhur nga gjithë Shqipëria. Unë vetë prezantime nga Fieri. Është një ambient shumë i mirë. Shpresojmë të dalë gjë e bukur. Pra është hera e parë që merret? Po, hera e parë. Do të bëhet ndoshta e përditshme? Këtë pjesë nuk e dim, sepse këta shokë ta nga Vlora kanë vujt shumë për të marrë leje këtu ja, sepse që nga një zonë ndaluar, edhe gjuna, Vlorës i mungon diçka e tillë. Sa është gjë e bukur, është një event i bukur, pjesëmarrja shumë e madhe. Thjesht për qef, për të kënaqur tepër. Ka patur interesim për të ardhur për të ndjekur këtë aktivitet? Jashtë mase. Shumë. Sot pjesa e parë e ditës do të jetë me DJ-a. Po, patjetër. Sot është thjesht për qef, për të argëtuar, për të bërë plazh, për të njohur gjithë shqiptarëve njëri tjetrin, kaq, thjesht për qef tepër. Ndërsa garat startojnë nesër. Gara është nesër mëngjes. Fillon në ora 9 besoj, deri mas ditën, ora 4-5. Marrin pjesë shumë? Shumë, ka marrë pjesë, sipas informacione, ka marrë pjesë nga Kosova, Maqedonia, Malizi, gjithë Shqipëria, siç e shkoni vetë pjesëmarrja shumë e madhe. Ne do donit që ky aktivitet vazhdoj dhe vitet e tjera. Shpresojmë, inshallah do zoti. Përshëndetje. Po, atëherë keni ardhur nga? Nga Pogradeci. Si ju duket kjo pjesë? Shumë bukur, do bëjmë garën kur të filloj, e të dalim me sukses. Ju do të merrni pjesë në garë? Po. Pra sa vite keni që e praktikoni këtë? Kemi shumë vite. Keni shumë vite. Po. Ere parë që vini këtu? Ere parë. Si ju duket? Shumë bukur duket Vlora. Shpresoj se do kënaqemi të gjithë. Aktiviteti po ndiqet nga afër edhe nga Xhem Binaj, një nga biznesmenët artizan të Vlorës, mjeshtri Varkave me vela, që Portonovën e ka si shtëpinë e tij dhe ka frekuentuar edhe kur këtu mungonte gjallëria. Shumë bukur, me fjalë se unë jam, si thua, që kur këtu ka qenë shkretëtir më përpara, e kam preferuar, ka qenë një bukuri e rrallë. Ta shikosh tani që me një aktivitet kaq të madh të bëhet zemra mal, që edhe në Portonov që dikur nuk shkelte këm njeriu, tani është plot e përplot, mund ta shikoni vetë një eveniment kaq të rëndësishëm. Emocione shprehin edhe ata që do të shërbejnë garuesve, por edhe turistëve spektator në këtë garë. Unë do ta filloj si bi Vlore, jam emigrante, nuk kam ik nga Vlora, më pëlqen ky aktivitet. Mora pjesë si qytetare, më pëlqen angazhimi, më pëlqen gjithçka që Vlora gjallërohet, më pëlqen këta të rinj që organizojnë për të qenë në funksion çdo për të evituar komplet ato streses, ato gjendjen që është rreth për popullin tonë. Më pëlqen goxha një sistemim, shpresoj të ketë pjesëmarrje, shpresoj që kjo kultura nëpërmjet muzikës, nëpërmjet pjesëmarrjeve këtu të çunave, të komplet stafit nga gjithë anët, më pëlqen edhe qytetarët të vinë të marrin pjesë. Do ishte kënaqësi. Për mua është një kënaqësi që më marr pjesë këtu sot. Ishte vërtet po të shmallim me gjallërinë e Vlorës. Me mbështetjen financiare të birës së mirënjohur kosovare Peja, si gjithmonë me e mira, spektakli Makinave Rrelli starton të dielën në Portonov në orën 9 të mëngjesit për të vijuar me fest deri në orët e vona të mbrëmjes.